Ditët e fundit kemi pasur shumë shqiptar që kanë ngritur zërin për të shprehur shqetësimin e tyre lidhur me projektin e planifikuar në jugën e Shqipërisë. Si imam dhe si shqiptar, e konsideroj të drejtë që qytetarët të shprehin mendimin e tyre për çështjen që i përket atdhëut të tyre, por gjithashtu dhe të protestojnë në mënyrë paqësore që pasuritë natyrore dhe trashëgimia jonë kombëtare të jetë e ruajtur. Ishulli i Sazanit dhe tokat përreth tij nuk janë thjesht tokë. Ata janë pjesë e historisë, identitetit dhe pasurisë natyrore të Shqipërisë. Shumë qytetarë dhe organizata mjedisore kanë shprehur shqetësime se zhvillime të tilla mund të dëmtojnë ekosistemin e zonës dhe të ndryshojnë përgjithmonë një nga pasuritë më të veçanta të vendit tonë. Islami jonë na mëson se toka është amanet nga i Madhi Zot dhe se ne kemi detyrë ta ruajmë atë nga dëmtimi dhe shkatërrimi i saj. Po ashtu, besoj se populli shqiptar duhet të dëgjohet dhe të respektohet kur bëhet fjalë për vendime që prekin tokën dhe të ardhmen e vendit të tij. Kjo nuk është një çështje politike për mua dhe nuk duhet të jetë. Është një çështje e ruajtjes së amanetit, e mbrojtjes së mjedisit dhe e respektimit të zërit të qytetarëve, mbështetjes të drejtës së njerëzve që në mënyrë paqësore të kërkojnë transparencë, përgjegjësi dhe kujdes për pasuritë që Allahu i ka dhuruar vendit tonë. Lus të Madhin Zot ta ruaj Shqipërinë, ishullin e Sazanit dhe tokat përreth tij dhe çdo pjesë të bukur të vendeve tona, dhe t'i udhëzoj të gjithë drejt vendimeve që janë në dobi të popullit, mjedisit dhe brezat që do të vijojnë. Allahu e bekoft Shqipërinë dhe i bekoft shqiptarët kudo që janë.